Dorja e Jona. Faleminderit. Hajde çuna, hajde plan, hajde. Rriqu pak çuna. O që mori? Ja rritëm kësaj dite. E morë edhe ditë në Tiranë. Se ne ka përnar detajnë dhe kemi pas fiksim. Ato pojemi pashka. Pa fusim në ditë në bejnë, se që ka që rruga Karbonëve. Rriqe pak tarit, rriqe qunat e kamrës. Keni afër. Edhe pak hapë këtu. Rriqe qunat, rriqe pak më përë. Hape plarit, hape plarit. Sa më keni lodhë, jo s'do bëhet dhe jo s'do bëhet. Nga morë të sysh, nga morë të sysh. Asgjë për kësaj tonë.
Kryeministër, atëherë sot hapet tuneli i Murizit prej 3.8 kilometrash i gjatë, është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Gjithçka është sipas parametrave. Në tunelin e emergjencës vazhdojmë me disa punime të fundit, por ndërkohë janë që të dy operacional. Nuk parashikohet që të ketë asnjë ndërprerje më të trafikut, duke qenë se siç jeni edhe ju ndjeni, e kemi mbajtur deri në detaj të fundit të mbyllur, sepse ky tunel ka pasur vështirësitë e tij, duke nisur nga gjeologjia dhe projektimi dhe gjithçka tjetër, por mund të themi që është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Është një vepër arti, duke qenë se tuneli është i gjithi i blinduar në hekur, përndryshe nuk do të qëndronte. Pra ne në këto momente nuk po kalojmë në një tunel të gërmuar, siç është rasti i Llogaras, por po kalojmë në një tunel i cili është i blinduar i gjithi në hekur, si një unaz hekuri. Në ndërkohë, edhe pjesët e tjera të rrugës Arbrit janë të përfunduar, kryeministër. Gjatë rrugës që keni ardhur sot keni parë edhe pjesën e Skarpateve, të shkallës Tujanit, plotësisht të përfunduar. Ne i kemi shtuar një pjesë tjetër vitin e kaluar pikërisht rrugës Arbrit, duke i vendosur edhe një segment të ri që është segmenti nga Maqellara në Peshkopi. Unë e kam inspektuar dje, kështu që në muajin prill ne do kemi mundësi dhe që ta dorëzojmë. Absolutisht. Ajo pjesë duhet zgjidhur kryeministër, sepse tani kemi edhe mundësinë për ta lidhur në lotin e 5 të unazës madhe, pra tek rreth rrotullimi i Tufinës, kështu që ajo është një pjesë që duhet zgjidhur dhe mundet patjetër që ta planifikojmë si një vazhdim të rrugës Arbrit, pra hyrjen lindore të Tiranës. Po që duhet bërë edhe një plan për sa i përket pjesës pastaj tek shkolla e bashkuar, sepse dhe ajo mban një ngarkesë shumë të madhe aty, po që është pjesë e Bashkisë Tiranës, ajo duhet parë se si do bëjmë lëvizjen.
Për sa i përket hyrjeve, ne po bëjmë një studim të ri. Duke qenë se kemi krijuar unazën e madhe të Tiranës tani, të gjitha hyrjet duhen ripare dhe hyrja e Kamzës nuk plotson më kushtet për qenë hyrje e kryeqytetit sepse lidhet në autostradën Tiranë-Durrës dhe nuk lidhet më në Unazë siç duhet lidhet. Kështu që jemi duke bërë projektin edhe nga Kamza, pra në hyrje Tiranës për dalë direkt në pjesën pas Shqiponjës, pra në lotin e parë që i quajmë ne të Unazës së re, të madhe. Kështu që mund shikojmë dhe dizenjojmë dhe pjesën e Tufinës për ta lidhur direkt në Unazë të madhe. Po, edhe dali, ti shkon direkt te rrethrotullimi dhe pastaj shkon vjen nga Uruguay Arpit, futesh në Unazë të madhe për të shpërndarë nëpër Tiranë apo për të vazhduar në autostradat e tjera, sepse mund vi nga Uruguay Arpit dhe duhet të ikin në Elbasan. Po këta ishë kështu se pse e lyn tunel me dorë. Si e duan? Po me çka lym tunelin? Si e duan? Si ata që thonë pse është e kurudha me kursi, po ku i kanë parë kurudh me dy kursi? Ke pa një herë kurudh që të ecin trena me dy kursi? Pse bote kurudhë me një kursi? Nuk e di. Komente dhe smirë do ketë sa dush kryeministër, po Jo, është mo janë realizuar to pretendimet e këtyre. Ka 100 vjet që e presin këto. Do të më thonë gjëra se që 100 vjet ka këtu do të jetë. Havali. Plotësisht e vërtet. Ne Libranët jemi super të lumtur për realizimin e kësaj vepre. Libra shpëtoi një herë mirë nga distanca dhe po hyn drejt rrugës More zhvillimit. Dibra nuk shpëtoi, se Dibra këtu ishte, Dibra ne shpëtuam ne. Tani duhet bërë edhe Maqellar Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët ke Astrita, ke legjendarja Astrita Demi. Ka dorë Maqellar Peshkopia. Ja, po Maqellar baro. Peshkopi mbaron në prill. Po do baroj prit. E mbarova, ka filluar, Ja, po te atë se nuk besojnë ata, thonë jo, po prit se ta lejnë tash se e kanë për zgjedhje. Te ka dalë grupi Dibrës. Te ka dalë grupi Dibrës. Dhe i Bulqizës. Po festajë. Ku je? Alma. Alma. Mirësërë.